Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. Kosova sot u zgjua e tëra e zbardhur nga bora, rreshtet e hershme nisën mbrëmë duke mos u ndalur as në këtë çaste. E kjo bur duket se i zuri përsëri të papërgatitur kosovarët, pasi shumë rrugë gjatë natës e në mëngjes ishin përplot sklot e pa hjedhje kripe. Rreshtet e borës kanë shkaktuar edhe probleme në disa zona. Në komunën e Dragashit pati shembje dheu, ndërsa në shumë zona të tjera pati drunjë të rrëzuar nga rëndesa e borës. Sipas shikuesve të Klan Kosovës, bora bllokoi rrugët e Prevallës gjatë mbrëmjes të së njëjtës. E sipas Institutit Hidrometeorologjik, fenomeni i rreshjeve të hershme të borës ndodhen kur ka vera teje të nxehta, ndërsa sipas mendim rrugovës, me këtë borë që ra deri në 10 cm u shënua rekordi më i hershëm i rreshjeve në Prishtinë. E kjo borë e hershme duket se la pasoja edhe në shtyllat elektrike. Tashme këtë mëngjes lexuesit e portalit klankosova.tv kanë dërguar disa fotografi të rrëzimit të disa shtyllave elektrike në Fushë Kosovë. Saktësisht bëhet fjalë për zonën afër Miradisë, Olët dhe Vragolisë. Është kuptuar që në këto fshatra dhe në Miraditë e afërme ka ndërprerje të energjisë elektrike. Klan Kosova po tenton të marrë një përgjigje zyrtare nga KEC rreth situatës energjetike në këto fshatra dhe gjetiu në vend. Me uljen e temperaturave ka filluar që të rritet konsumi i energjisë e bashkë me të dhe çmimi i rrymës që po importohet. 1 megawatt për orë energjisë të martën është importuar me çmimin mesatar prej 370 eurosh. Kushtrim Ahmeti, drejtori i dhomës së tregtisë, ka thënë se rritja e çmimeve e rrezikon funksionimin e bizneseve të dala në treg të hapur të energjisë, e sidomos kompanitë prodhuese. Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave, prodhimi në korporatet energjetike të Kosovës ka rënë për 57% në periudhën prill-korrekt të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në 3 mujorin e dytë të këtij viti, krahasuar me atë të vitit të kaluar, ka pasur rritje të importit të energjisë për 46%. Zgjedhjet e 12 tetorit po afrohen, edhe fletë votimet tashmë janë gati. Rreth 3.6 milion fletë votime për zgjedhjet për asambleje dhe për kryetar komunash pas ditën e së njëjtës kanë ardhur nga Slovenia në Kosovë. Zotënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Vladimir Elezi ka thënë se gjatë javës së ardhshme ato do të shpërndahen fillimisht në qendrat komunale të numërimit, ndërkaq në ditën e zgjedhjeve do të shpërndahen për në qendrat e votimit. Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar të komunave dhe për kuvendet komunale janë shtypur gjithsej 3.600.820 fletë votime, nga të cilat 1.800.410 për secilin lloj të zgjedhjeve. Ky numër përfshin fletë votimet për të gjitha mënyrat e votimit. Sot me fillim nga ora 11 do të mbahet ceremonia e ndërrimit të komandës në shtabin e KFOR-it. General Majori i Ushtrisë Italiane Enrique Borduani do t'ja dorëzoj komandën e KFOR-it General Majorit të Ushtrisë Turke Uskan Ultash. Ndryshe Ultash rikthehet sërish në krye të KFOR-it, post të cilin e kishte dorëzuar rreth një viti më parë me 11 tetor 2024. Një shtetas serb është arrestuar mëngjesin e së njëjtës pasi dyshohet se ka sulmuar zyrtarët policor në pikën kufitare të Jarinjes. Siç njofton policia e Kosovës, një zyrtar policor ka pranuar tretman mjekësor, kurse i dyshuar ishte dërguar në mbajtje. Sipas policisë, rasti është hapur si sulm ndaj personit zyrtar. Ndërsa një burr dyshohet se është rrëzuar gjersa ishte duke punuar në vendin e tij të punës, rrëzimi ka shkaktuar lëndime trupore sipas policisë dhe i njëjti më pas është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ky rast i ndodhur në Prishtinë ka bërë që policia të nisë hetimet. Ky njësoj lidhur me rastin është intervistuar një i dyshuar mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuar është dërguar në mbajtje. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka dalë me një rinjoftim, duke thënë se aktivistja kosovare Albulena Fazliu, për të cilën më herët raportoi se është ndaluar nga Izraeli, mund të jetë në një anije që ende nuk ka arritur në Gaza. Kolektivi ka thënë se njoftimi paraprak të cilin e kishin bërë ishte i bazuar në burime ndërkombëtare, por tani kanë informacione të reja. Fazliu është në një prej anijeve në kuadër të flotës Sumud, e cila ka mbi 500 aktivistë nga rreth 45 shtetesh, e të cilat po tentojnë të dërgojnë rreth 200 tonë ndihmash në Gaza. Në anën tjetër, Izraeli ka ndaluar qindra aktivistë të kësaj flote që kishte destinacion Gaza.
Aeroporti i Munihut në Gjermani u detyrua të mbyllej për gati 7 orë gjatë gjithë natës së sotme pas një valë shikimesh të dronëve. Një total prej 17 fluturimesh u anuluan pak pas orës 22 sipas orës lokale të enjten, duke prekur gati 3000 pasagjerë. Përveç kësaj, 15 fluturime të tjera që mbërritën u devijuan në qytetet gjermane në Stuttgart, në Nuremberg dhe Frankfurt, si dhe në Vjenë. Websajti i gjërbimeve të fluturimeve Flight Radar tregoi disa aeroplan që rrotulloheshin rreth aeroportit rreth orës 23 përpara se të niseshin për në destinacione të tjera. Aeroporti njoftoi për rihapje në orën 5 të mëngjesit të sotëm, kur mbërritjet dhe nisjet e fluturimeve konsideruan të sigurta. Nga institucionet e sigurisë ende nuk ka ndonjë qëndrim se çfarë dron ishin dhe të kujt ishin. Ne kemi edhe një lajm nga sporti. Trajneri kombëtar së Shqipërisë, Silvinjo, sot publikon listën e futbollistëve për ndeshjet e muajit tetor. Federata Shqiptare ka caktuar ditën e premte që lista e futbollistëve të ftuar të zbulohet nga trajneri. Shqipëria luan ndaj Serbisë në kualifikimet e Kupës së Botës 2026. Kjo ndeshje zhvillohet me datën 11 tetor e shtunën nga ora 20:45 minuta, kurse pas 3 ditësh zhvillon një ndeshje miqësore në Air Albania ndaj Jordanisë.